Ditën e shtunë trajneri I kombëtares shqiptare Silvinho bëri të ditur dhe listën e lojtarëve të grumbulluar për ndeshjet kualifikuese të Kupës së Botës. Rreth zgjedhjeve të trajnerit të kombëtares ka folur edhe Klaus Gjasula në një lidhje të drejtpërdrejtë me rubrika sportive në RTS Sport. Lojtarët që mungojnë dihen. Hera e parë që Abrashi nuk është thirrur. Për dy lojtarët e rinj nuk I njoh dhe nuk them dot gjë. Në përgjithësi grupi është me lojtarët që njohim. Shpresojmë të nisim me këmbë të mbar sepse ndeshja e parë është mjaft e vështirë. Të gjithë emrat që mungojnë janë të rëndësishëm, por Mitaj dhe Hysaj kanë bërë ndeshje të rëndësishme dhe ekipi ishte mësuar me ta. Sidomos Mitaj që mungon në krahun e majt dhem. Varet grupi që del tek ky grup, vetëm I pari kualifikohet dhe është e vështirë, tha Gjasula. Anglia është një nga kombëtarët më të forta në botë. Shqipëria do japë maksimumin ndaj Anglisë, por besoj se do na vi koha dhe neve, u shpreh Gjasula.